që të gjithë pa përjashtim me dosje të rënda, spaku, aferash korruptive ndër më të mëdhat dhe lidhje me krimin ndër më të tmerrshme. Simbol i kësaj liste përveç Edi Ramës vet është Taulant Balla. Gjatë karrierës së tij parlamentare ka komunikimin më kriminal dhe më banal me bandat, nga kërkesat për t'ia mbushur kartën e telefonit, tek premtimet për arrestimet, nga porosit për vrasje, tek rrëmbimi i votave. Pra, kemi të bëjmë me përfaqësues të shëmtuar të bandave më kriminale të vendit. Kandidat të Edi Ramës, kategoria e tretë, janë turistë që si njeh kërkush. Vendosën në lista sepse njëri thot se Rama është Zeus, se tjetra thot se Rama është 10 hapa para, e treta thot është brend botëror. Pra, lista e turistëve është lista, do ta themi haptas, më qesharake që është paraqitur ndonjëherë. Sepse, çfarë ndodh? Këta vinë, shkojnë, marrin një mandat, rrinë 4 vjet, vazhdojnë punën e tyre dhe merr një grup turist tjetër, i sjell, i merr dhe këta i quhen fasada, këta i quhen mërmetim, këta i quhen ripërtritje. Por ripërtritja nuk është një proces turistik. Ripërtritja është një proces përfaqësimi shumë serioz. Dhe imagjinoni ju, këta shkojnë njerëz pa asnjë lidhje. Këto janë 3 kategoritë e listës së altaparlantit të Edi Ramës, që përpiqet të shes nga mëngjesi gjerë në darkë si risi, por në fakt janë më shumti pra në katarët e spakut, që kanë dosje në spak, patronazhistët si terroristë elektoral dhe së fundit turistët që s'përfaqësojnë asgjë, as një krahin, as një vend, as një komunitet. Unë jam i bindur që 11 maj do t'jetë një fitore e thellë e koalicionit për Shqipërinë madhështore. Janë disa faktorë përcaktues themelor të kësaj fitorie. Së pari, programi më i miri që është paraqit para shqiptarëve dhe i hartuar me ekspertizën ndërkombëtare më të mirë të Heritage Foundation dhe Adenauer Stiftung. Së dyti, koalicioni më i gjerë në histori. Faktori diaspor e kam shpallur dhe shpall përsëri vitin 2025, viti diasporës.